Tani do thoni ju cili ishte redaktori. Redaktori ishte Edi Rama. Dhe në qofë se, një gjoni miq, një gjo qëfar jakoj është, i pa skrupull. Ditën, natën i ndërsente, kundër skapit, ditën sulmon të Etjenin se guxove të sulmoj skapin. Ndërkohë, statuset e para janë të gjitha të redaktuar nga redaktori. Po çfarë po bën të redaktori këtu? Redaktori kishte vu për para një telajo dhe qef po pikturonte mustaqet e Kujtim Gjuzit. Po i them, qarë ke ti me këto mustaqe, mor zotri, ti i ke tuat, po këto të mijat nuk më mbushin, tha. E vërteta është kjo. Prandaj dhe është i obseduar. Dhe çdo fjalë tani, çdo mëngjes, fillon herë me mustaqe dhe mbaron pastaj e dini vetë me çfarë. Tani, në fakt aty e ka vendin. Aty e ka vendin. Një odit i gjithanshëm e pret. Tani vazhdojmë përsëri me personazhin më të inkriminuar pas Edi Ramës në Shqipëri, dhe ky është Taulant Begojaris. Taulanti është një personazh unik. A e dini ju të nderuar gazetar që ai është dhe hajdut xhepash, në kuptimin që nuk nguron të kërkoj mbush ma një kartën e telefonit. Hilca mbushin kartën time të telefonit. Pra, ky është njeriu që përfaqëson Edi Ramën në Tiranë dhe që tani, ma sill pak atë? Në janar të vitit 2021, Sueli, kapoja i bandës Elbasanit, është në diskutim me pinin D787 BO. E gjajni vetë ju, kush është, po edhe unë mund përpiqem. Në lidhje me një çështje kundër tij, të nisur nga OFL-ja, dosja ndodhet në SPAK. Pini D787 BO thot se, imagjinoni, do ta kthej dosjen nga SPAK-u në OFL. Imagjinoni, e shifti pra se si bëhen pazaret dhe pastaj më thonë, ja po pse thuhet ti organizat kriminale. Po çfarë është kjo, amta, apo jo? A nuk është kjo pazare? Ma ishti dosjen që të mos e po çoja edhe njerë policisë. Pini D787 BO thot se do ta kthejnë dosjen nga SPAK në OFL dhe shpresojnë të kushtet. E kuptoni si shpëtohen pra, si shpëtohen kriminalat, duke bërë dosjet top futbolli nga SPAK-u të OFL-ja, nga OFL-ja të SPAK-u dhe duke nxjerrë jashtë afateve ligjore të gjykimit. Kjo pra është dëmtaria. Tani në fund, çfarë thuhet në fund? Tao është plotësisht i vetëdijshëm për këtë. Tao është plotësisht i vetëdijshëm, do më thënë, do ta bëj se s'ka ku të shkoj. Kjo ishte për sot, për Taon dhe për redaktorin. Pa mu të pyesë ju, si jak një fshe ju popullit redaktorin, ju i keni thënë të gjitha, po kur fshe një redaktorin, që dihet që është Edi Rama dhe askush tjetër, megjithatë, u luziu edhe ai ka luajtur rolin e tij. Njeri më të pabes
më të zirë shpirt, më të pak karakter, se atë nuk ka. I ka shkuar natën si mik, duke ju lëpir e stërlpir Erion Velis dhe ka urdhruar vendosjen e çimkave në të gjitha mjediset. Uluziu pra është pjesë e këtij kurthi, se në fakt ta dini mirë, kur, po dhe këtë se thanë gazetarët, më keq, kur ul Erioni në bankon e gjykatës dhe prokurori tha se kemi një dosje shtesë, ati po thuaj se i rat fikt. As gëk, as mëk nuk bëri. E kuptoj... Zoti Berisha dhe mund ta dini këtë, ne s'kemi si ta konfirmojmë. Ja, po unë ja u them ju këtu me përgjegjësi. Ati dëshirat tavani se nuk e priste t'ishte regjistruar masi Uluziu i kishte dhënë çdo garanci që ai është njeriu i partisë siç ka qenë. Nuk mund mos e nderasiko. Në asnjë rast pa besia nuk shpërblehet. Në qoftë se donin të vinin çimka, ato t'i bënin jo të aktivizonin ministra dhe zyrtarët me të lartë, por të shkonin në gjykat, të mirnin lejen e gjykatës për vendosin e tyre, siç është rregulli, se ata edhe në Biruca kanë disa garanci, edhe në Qeli kanë disa garanci. Mos bëj unë tani avokatin, t'ja lam Maksaxhis, t'ja çoj ato cigare, mos i zë vendin e tij. Mund të bëjmë pyetje zoti Berisha? Pari mendoj që ju nëse lejon Kërkoni për garanci, deri diku ju më duket se po dini në mbrojtje të asaj që ka ndodhur, pra të fakti që Erion Velia është fuzhuar duke folur me një telefon fiks. Erion Velia është regjistruar edhe duke folur në telefon fiks, edhe duke fjetur në shtratin e tij, edhe duke ulur në tovolinë. Ate e kishin mbushur me sa duket me çimka në të gjitha anët. Po, çdo i burgosur apo i para burgosur përsëri ka të drejtat e tij. Dhe përdorimi i kurtheve të vjetra, t'i çosh Uluziu për t'i dhënë siguri dhe pastaj të kryesh këto veprime, do të thotë që është kalon çdo lloj përmase, është si në tragjeditë e vjetra. Zoti Berisha, mua me thënë drejtën nuk më duket etike nga ana juaj që u përmendët disa emra gazetarësh, përfshirë edhe zotin Mero Baze, asgjë personale me të dhe as pak miqësi, po ka qenë një ndër bashkëpunëtorët tuaj më të ngushtë. Edhe në këtë kuptim më duk nga ana juaj si besprerje. Por pyetja ime nuk ka të bëjë me... Prit, a mund të lutem shumë prit se më harroj se më vjen prit. Jo, prit tani, për Mero Bazën më thotë se e ke patur dikur me vete dhe a y do po shkoj pyete, po s'm falëroj mua që e përmenda. Po se ai ti e bindur zonjë që ai më falëron, ai po të mos e përmendja do të reagonte. Po nga që e përmenda, ai është i lumturuar. Është i lumturuar që ja përmend emrin. Mos u merr me të. Se ata, fali minutë, se tani themi atë që është, më thapë. Po se nuk ka një... Jo, një minutë. Ata nuk ishin, ata ishin si ata ishin në vijin kanë të shumë ata në prokuria apo jo. Ata ishin të gjithë në skenar një mojë redaktor. Po të mos e përmendja, ati do i meti hakri shumë. Po unë, s'kam se mos e përmendja qefja. Mirë, pra kemi ndjekur pra edhe një pjesë fjalës të komunikimit zotit Berisha, kryet Partisë Demokratike. Keti jep ministërish së bashku dhe le themi përveç atij shënimit për krimin elektoral që tha zotit Berisha u lash në themi në zyra, po në atë fletën ku firmos. Tek dosja Partizani unë duhet ndalem edhe njërë njësë të shpjegonit, por në pas doli zoti Berisha dhe u përshëndruam tek ai. Pse është vonuar kaq shumë? Ju thatë që avokatët, le themi, dosje voluminoze dhe qëndrim mbrojtës voluminoze dhe avokatëve, po pse ka ndodhur diçka e tillë në tërësi, edhe njerë për ata që nuk në ndoshën kur do të merret një vendim që kalon për gjykim apo jo?
Po, Andi, është një dosje në fakt e cila është në seancë paraprake, është gjyqtarja Flojera Davidi që duhet të marrë vendimin nëse dosjen do ta kaloj për gjykim, apo do t'ja rikthej prokurorisë së posaçme për hetime, apo është një dosje që do të pushohet, pra është në dorën e gjyqtares, siç e theksova edhe më herët. Vonesa ka të bëjë me avokatët mbrojtës, të cilët në disa seanca me radhë kanë lexuar materiale, ndërsa në seanca të tjera paraprake materialet janë më të koncentruara, mund të themi, dhe seanca paraprake nuk zgjat më shumë se 2 ose 3 seanca, ka procese si ky i Partizanit, ku duhen muaj që të përfundojnë seancat paraprake. Megjithse seancat nisin në orën 9 dhe përfundojnë në orën 16, kur është edhe orari zyrtar. Pra janë faqet e shumta të lexuara nga ana e avokatëve mbrojtës të pandehurve, të cilët i kanë të zgjatur këtë proces, i cili ka shkuar me muaj, pra kemi disa muaj që jemi duke u zhvilluar në seancë paraprake dhe janë lexuar vetëm mbrojtja, të cilët në thelb kanë kërkuar të njëjtën gjë, pushimin e çështjes, pasi sipas tyre nuk ka vepër penale. Por këto është të paktën nga ajo që kemi mësuar, pasi janë seanca me dyert të mbyllura, këto janë bërë në seancë ku avokatët kanë paraqitur pretendimet e tyre dhe duke faktuar edhe sipas avokatëve dhe me dokumentat të nevojshme, të cilat janë lexuar një për një në të gjitha seancat, gjë që ka bërë që janë zgjatur dhe seancat. Mirë, faleminderit për kushtën e komunikimit që pati zoti Berisha, njëkohësisht le temi edhe me pak mbështetës që janë atij apo edhe me gazetarët ka përfunduar. Ndërkohë, falenderoj edhe një herë kolegen Keti Banushi.